Shqipëria pësoi një tjetër humbje ndaj Izraelit në miqësore dhe duket se në kampin kuqezi është harruar ndjesia e fitoreve. Vetëm pak muaj më parë, atmosfera rreth kombëtares shqiptare ishte krejt ndryshe. Kuqezint po kalonin një nga periudhat më të mira të viteve të fundit, rezultatet vinin njëra pas tjetrës dhe optimizmi ishte rikthyer mes tifozëve. Shqipëria kishte ndërtuar një seri prej 5 fitoresh radhazi, duke dhënë sinjale se ishte gati për të hedhur një tjetër hap përpara në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, futbolli ditë ndryshoi shpejt. Ajo që dukej si fillimi i një periudhe të artë është kthyer në një moment shqetësues, pasi kombëtarja shqiptare numëron tashmë 4 humbje radhazi, një seri negative që ka rikthyer pikpyetje të mëdha për formën dhe të ardhmen e ekipit. Në periudhën e saj më pozitive, Shqipëria nisi marshimin me fitoren 3-0 ndaj Andorrës, një sukses që i dha qetësi dhe besim grupit. Më pas erdhi triumfi 1-0 ndaj Gibraltarit, ndërsa në vazhdim kuqezint mposhtën Letonin me rezultatin minimal 1-0. Një nga fitoret më të rëndësishme të kësaj serie ishte ajo ndaj Serbisë, ku Shqipëria arriti të triumfojë 1-0 në një përballje me shumë peshë emocionale dhe sportive. Golat më të shumt u shënuan në miqësore ndaj Jordanisë, ku skuadra kuqezi fitoi 4-2, duke treguar forcë sulmuese dhe një vetbesim që dukej se po rritej nga ndeshja në ndeshje. 5 fitore radhazi, 10 gola të shënuar dhe vetëm 2 të posuar. Ishin shifra që krijonin bindjen se Shqipëria kishte gjetur balancën e duhur dhe po hynte në një fazë të re zhvillimi. Por menjëherë pas kësaj serie fantastike, nisi rënja. Humbja 0-2 ndaj Anglisë ishte sinjali i parë se gjërat nuk po shkonin më në drejtimin e duhur. Megjithatë, fakti se ishte një skuadër si Anglia që nuk kishte psuar asnjë gol, e zbuti humbjen. Më pas erdhi disfata 1-1 ndaj Polonisë, një ndeshje ku Shqipëria mund të shkruante historinë, por rastet e humbura na kushtuan shumë. Ajo humbje në Varshavë i dhe mbi çdo tifoz shqiptar, e madje vulosi edhe të ardhmen e stafit teknik. Situata u përkeqësua më tej me humbjen 0-1 ndaj Ukrainës dhe më pas me një tjetër disfat minimale, 0-1 kundër Izraelit, që ishte madje me trajner të ri dhe pritej një reagim. Nga një skuadër që shënonte me rregullsi dhe dominonte kundërshtarët, Shqipëria është kthyer në një ekip që po e ka të vështirë të gjejë golin. Vetëm 1 gol i realizuar në 4 ndeshje dhe 6 të psuar tregojnë qartë se problemi nuk lidhet vetëm me rezultatet, por edhe me mënyrën si skuadra po paraqitet në fushë. Ajo që shqetëson më shumë është fakti se kjo seri negative po sjell kujtime jo të këndshme nga e kaluara. Për shumë tifoz, 4 humbjet e fundit rikthejnë menjëherë në mendje vitet 2016-2017, një periudhë që konsiderohet ndër më të vështirat për kombëtaren, pas pjesëmarrjes historike në Europianin e Francës. Në atë kohë, Shqipëria përjetoi një krizë të thellë rezultatesh, duke regjistruar 5 humbje radhazi. Ekipi që kishte bërë krenar një kombë të tërë në Euro 2016, dukej se kishte humbur identitetin. Humbjet ndaj Spanjës, Izraelit, Italisë, Bosnia-Hercegovinës dhe Luksemburgut krijuan një atmosferë pesimizmi dhe pasigurie rreth së ardhmes së ekipit. Ishte një periudhë kur shumë kush mendonte se cikli i sukseseve kishte marrë fund dhe se Shqipëria po kthehej sërish në vitet e vështira. Sot situata nuk është identike, por ngjashmëritë janë të dukshme. Edhe tani, Shqipëria po vjen nga një periudhë shumë e mirë dhe papritur është futur në një seri humbjesh. Edhe tani, diskutimet lidhen me mungesën e golave, rënien e besimit dhe vështirësinë për të reaguar në momentet vendimtare. Megjithatë, ekziston një ndryshim i rëndësishëm. Në vitin 2017, Shqipëria ishte në kërkim të një identiteti të ri pas suksesit historik në Europian, ndërsa sot baza e skuadrës është më e konsoliduar dhe eksperienca ndërkombëtare e lojtarëve është dukshëm më e madhe. Pikërisht për këtë arsye, 4 humbjet aktuale mund të shihen si një krizë momentale dhe jo domosdoshmërisht si fillimi i një rënjeje të gjatë. Megjithatë, alarmi është ndezur. Nga 5 fitore radhazi te 4 humbje në seri, Shqipëria ka kaluar brenda pak muajsh nga euforia te shqetësimi. Ndeshja e ardhshme ndaj Luksemburgut do të tregojë nëse kuqezint do të reagojnë dhe do të lënë pas këtë moment të vështirë, apo nëse fantazmat e vitit 2017 do të fillojnë të shfaqen sërish mbi kombëtaren shqiptare. Atëherë, kur si për ironi të fatit, humbjen e 5 radhazi na e shkaktonte Luksemburgu, pikërisht kundërshtari që do të keni përballë të shtunën. E sikur të mos mjaftonte kjo, Shqipëria do të rikthehej te rezultatet pozitive me një fitore të madhe ndaj Izraelit, kundërshtari i cili vetëm 2 ditë më parë na mundi në Tiranë.